kontakt më të fundit me dashurinë? E kisha një kontakt, e tritat e lokali, kemi pirë kafe, shkonin shumë burre grua. Para 25 vjetë e kam marrë trullin e burrit tim këtu, edhe i hynim dhe dilnim përpara. Kanë qenë shumë njerëz të mirë. Nuk e di se nga i erdhi. Në tinojnë tuaj kanë patur konflikte? Jo. Ajo herën e fundit i piu kafe tek mua, më tha pak do rritha se do ikni se kam burrin sëmur, kam shefitin sëmur. Nuk e di se nga i erdhi. Kur ka ardhur djali më i vogël? Djalin nuk e di se unë ri në punë. Për sot është dita që janë hapur dyert e mortit. Trupat e dy të ndjerëve ndodhen në të njëjtën banesë? Vetëm dashuria është këtu, kurse shefitin e ka lënë djemët e kanë lënë mort. E ka lënë sa të qetësohen, pasi dhe marrin, nuk e di se mora. Ka një situatë tensionuese mes dy Tani, fisëve? Ata fisi shefitit nuk ardhë fare këtu. Vetëm janë njerëzit e dashurisë, vëllezërit, motrat, mbesat, nipër, këto. Jeni të rënditur? Unë dije të them të drejtën se kisha pak tokë andej dhe vajta pa shëlli. Edhe kur i ka ishte qetësi, kur u ktheva, vetëm pa shullërima dhe dje se më kishin pirë dhe rishin. Edhe i thash burrit që qëndroj një çik t'i ndajmë se gjuna. Po më vinte keq edhe kur mora vesh, kam qartë.